dhe po spekulohet nga opozita se do t'ju lejohet serbëve do të marrën në shtetësi, nuk është e vërtetë. Nuk ka dallim ligji asgjë hiç. Fare, komplet nenet të cilat kanë qenë, janë bart pa kundërshtim. Sepse këta po spekulojnë për shkak se këta po e dinë që ky ligj e ka edhe një nën për rikthimin e shtetësisë. Çka nuk kupton? Të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që me pa vullnetin e tyre në Gjermani është dashur të largojnë shtetësinë për me marrë shtetësinë e Gjermanisë, është dashur të rikthejnë prap pas ligjit para një vjet e gjys, që Gjermania e ka fut në fuqi, mund ta kthejnë shtetësinë. E çka ka ndodhur? Duhet nën dokumentet ti bëni gati për rikthimin e shtetësisë, ndërsa ti ke linë në Kosovë, je shkollu, por ke shku jashtë. Është lehtësu procedura, po thonë. Tash është jo lehtësu. Tash vetëm një kërkesë bën. 70.000 qytetarë të Republikës së Kosovës jetojnë në Gjermani që po kërkojnë me kthy shtetësinë. Rikthimin e shtetësisë. Tash na atyre me leju që vetë dokumente me i pas burokraci një njeriu i cili ka qenë shtetas i Kosovës. Prandaj opozita po e din ku ka problemi. Hallin e ka të mbërgatë.